Më i pabes. Gjoni në qik, banori më i pabes i ka rënë pyetje Gretës, Kunatës Selinës. Dëgjojeni pak me vëmendje. Sa njerëz të thonë që është e bukur. Qetësi. Pabes, bu, se po. Kush është ai që shet njerëzit para? Deri diku. A si është edhe e vërtetë është? Deri diku. Qa kam pa? Miri. Atëhere, për Gretën, i ra një pyetje Gretës dhe i thanë, kush është banori më i pabes për ty në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5? Dhe Greta thot me aq sa kam parë që është Miri. Nuk qëndron vetëm këtu opinioni, do me thënë nuk qëndron vetëm këtu, nuk përfiton vetëm këtu mendimin saj. Si e shofun, nuk e di se sa e keni parë ju Bigun. Unë e shoh në një lloj kundërshtimi tjetër. Greta, në një farë mënyre, është duke dhënë një indic, do me thënë një lloj sinjali Selinës, që shiko se kush është Miri për shembull. Pse e them këtë që është duke dhënë një mesazh në mënyrë indirekte Selinës. Kam parë dhe një pjesë tjetër dhe një diskutim tjetër. Dëgjojeni me vëmendje. Kompromisi që s'do ta bëje kurrë për famën. Nuk do shisja kur vetën time për. Pra, kompromisi që nuk do të bëja kurrë, thot, është që nuk do të shisja kurrë veten për famë. Okej? Kjo është një pjesë tjetër, se kisha një çokoladë këtu. Kjo është një pjesë tjetër ku ajo është përsëri duke hedh sinjalet e Selina. Po nuk e di pse Selina nuk është duke e kuptuar këtë pjesë. Se letrën e babait nuk e kuptoi, aq sa u detyrua, domethënë, që doli në Shqipëria Live, që tha për Mirin që ka nevojë për një psikolog, sepse ka gjeste perversi. Gjithsesi, shikojeni edhe një pjesë tjetër ku janë sinjalet të pastrafare, mesazhe të pastrafare të Gretës, gjë që është mëse normale, është duke munduar ta mbrojë Selinën, se Selina o nuk po e kupton, o bën sikur nuk po e kupton situatën dhe gjendjen që është aty brenda midis saj dhe Mirit. Dëgjojeni pak pjesën tjetër. Po ti kthej me kë i afro më shumë. Këtu ditë që s'ka qenë mirë, mundova në fakt me aktivizu me gjithë, se Bravo, më mirë. pa që është vërtet. Po ti, thot Greta, me kë shoqërohesh më shumë këtu? Në këto ditë që s'ka qenë Miri me të gjithë, thot. Bravo, i thot kjo, shumë mirë. Selina vazhdon akoma, do më thënë që nuk e kupton Gretën e shkret. Dëgjoni bisedën akoma më shumë. Po qa, basta. Sikur qa e... Si ka i me Gjini, Angela, Loreja, Po qa basta, i thot. Se kjo i thoshte deri sa doli Miri, pas e fillova shoqërohesh me Miri. Po qa basta, i thot kjo, dhe i vjen nga zëri që Greta kujdes mikrofonin. Se normale që ata të Bigut e kuptojnë që Greta ishte duke dhënë indicio, domethënë duke dhënë sinjale në mënyrë indirekte, po nuk po e kupton Selina. Është dhe një bisedë tjetër që nuk po e gjej, që është duke folur me Selinën, po më duket se kjo është, po nuk po e gjej atë pjesën, ku i thot, të them të drejtën, më shumë më pëlqen se ishin duke folur për lojën e Krisit, Mirit e të gjithëve të banorëve, por Greta nuk është se po interesonte loja e banorëve të tjerë, por e solli anës muhabetin për të mos u kuptuar shumë që po jep mesazhe Selinës dhe i thotë që arrin po për Malin çfarë mendimi ke, po për këtë, po për atë dhe vjen momenti po për Kristin çfarë mendimi ke. I thotë Greta Selinës për lojën, i thotë Selina Gretës për lojën dhe i thotë Greta, dëgjoj, nëse do të dishta, më shumë pëlqen loja e Kristit se çdo kujt këtu brenda, tha. Po e Mirit më shumë pëlqen loja e Kristit se sa e Mirit. Përsëri Greta, por nuk e ka kuptuar fare. O nuk e ka kuptuar, o po bën sikur nuk po e kupton. Sepse Greta, le të themi, po mundohet të jetë një mburoj për Selinën, po s'po e kupton ajo. Kush e ka parë Bigun mirë dhe kush e ka ndjekur mirë, e kupton këto që kam thënë unë dhe këtë mënyrën se si e kam parë unë. Nëse, gjithsesi, ngelet për të parë.